Zohran Mamdani është një politikan I ri progresist me origjinë indiane ugandiane, I rritur dhe jetuar në New York. Mamdani u bë I njohur si deputeti I Asamblesë së Shtetit të New Yorkut, që përfaqëson Astorian. Ai është pjesë e krahut progresist amerikan dhe njihet për qëndrime të forta sociale, të majta dhe shpesh kundër establishmentit politik tradicional. Po si arriti ai të fitojë vendin e kryebashkiakut, disa nga pikat e tij të forta ishin fushat der më der dhe organizimi fort në komunitet. Nuk u mbështet tek reklamat e mëdha politike, por tek vullnetarët, takimet me njerëz në rrugë, lagje dhe biznese të vogla dhe krijoi kontakte drejt për drejt me qytetarët. Mamdani u fokusua në temat reale të qytetarëve, qirat shumë të larta në New York, transporti publik, emigracioni dhe politikat për familjet punëtore. Mesazhi I tij ishte: politika duhet I shërbejë njerëzve të zakonshëm dhe jo korporatave. Kujtojmë se Astoria ka shumë emigrantë, studentë dhe punëtorë të rinj, dhe Zohran foli me gjuhën e tyre, trajtoi problemet që ata kishin dhe fitoi besimin e tyre. Ai gjithashtu u bë një nga zërat më të fortë pro-palestinez në Amerikë, gjë që I dha mbështetje të madhe nga komunitetet arabe, muslimane dhe nga të rinjt aktivistë. Kjo e dalloi nga politikanët që shmangin tema të ndezura. I lindur në një familje indiane ugandiane, ai përfaqëson rrugët e Astorias në Queens, një zonë e larmishme me emigrantë, studentë dhe punëtorë të zakonshëm. Në vend të billboardeve dhe reklamave milionshë, ai doli der më der, duke folur me njerëzit aty ku ishin, në shkallë pallatesh, në dyqane të vogla apo në rrugë. Fushata e tij ishte e thjeshtë, qira më të ulta, transport publik më I mirë dhe më shumë mbështetje për familjet punëtore. Por ajo që dalloi më shumë ishte zëri I tij për Palestinën, me një qëndrim të qartë, të fortë në një politikë që shpesh hesht. Kjo e bëri Mamdanin një simbol të brezit të ri të politikës amerikane, një politikë që nuk friksohet të flasë, një politikë që vjen nga baza dhe kthehet te baza.